E me këtë rast, mendoj që vendimi për të bërë një rinumërim apo rivlerësim, edhe në gjykimin dhe vlerësimin tim, është me dobi. Në fundit, do të sqarojnë të gjithë, edhe pse besoj ka qenë dhe një mënyrë tjetër për ta bërë këtë vlerësim, duke shqyrtuar pamjet filmike të përfituara gjatë procesit të numërimit dhe vlerësimit të votave për subjektet zgjedhore. Por është e qartë që për subjektet zgjedhore kjo kërkon një angazhim të madh njerëzish edhe për t'i kqyrë ato filmime. Komisioner, pak më përpara folë për parat kursyera nga kontrata me operatorin postar, para që do shfrytëzohen për të mbuluar shpenzimet e rinumërimit. Sa para keni kursyer nga kontrata me DHL-n edhe këto parat kursyera do të thotë që procesi ka shkuar jo siç duhet ose keq? Cili proces? Procesi i votimit nga jashtë. Procesi i votimit nga jashtë, pas një lloj droje, pas një lloj hezitimi, them që ka shkuar shumë mirë. I kuptoj pretendimet e kujto subjekti zgjedhor në lidhje me këtë proces. Ka patur problematika, por duke kalkuluar dhe efektin e këtyre problematikave, mendoj që procesi i votimit nga jashtë është zhvilluar në mënyrë model. Episodet, veçanërisht ato të shpërndarjes së zarfave në shtetin grek, me bindje, për mua, asesi nuk e cënojnë këtë proces. Për mënyrën se si u organizua ky proces dhe në fundit dhe për integritetin e këtij procesi. Jam i ndërgjegjshëm që për opozitën kjo gjë nuk qëndron kështu, por unë jam i bindur për këtë gjë. Dhe kursimi i parave në lidhje me procesin e votimit nga jashtë nuk e ka cënuar standardin e këtij procesi. Do të thënë, ato problematikat evidentuara në Greqi nuk kanë lidhje me faktin që po të ishin paguar më shumë kompania DL, do ta kishte kryer shërbimin më mirë. Nëse nuk gaboj, jam tek rreth 1.5-2 milion euro të kursyera. Vetëm për pagesën e operatorit të shërbimit, për kontratën e lidhur me operatorin e shërbimit postar, po sigur se thash, kemi kursime edhe nga aspektet të tjera të procesit të votimit, përfshirë dhe për votimin brenda vendit. Edhe një pyetje. 3 milion, më thonë. Okay. Zoti Celibashi tha se ishte një proces model pavarësisht problematikave, sidomos në shtetin grek. Shpesh për këto problematika e keni treguar gishtin tek kompania postare DHL, po Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, a ka ndonjë përgjegjësi për problematikat e ngritura nga opozita, por edhe nga vetë migrantët, sidomos nga shteti grek? Faleminderit. Po e filloj nga kjo e fundit. Ne kemi me qindra, ndoshta dhe me mira raste, dhe janë më shumë pa diskutim, ku zgjedhësit kanë marrë fletën e votimit, zarfin, në përputhje me gjithë protokollet e parashikuara, kanë votuar e kanë sjellë fletën e votimit mbrapsht. Nuk e dim akoma dhe askush përfshirë ata që kanë pretendime, jo vetëm parti politike në fakt, po ka dhe të tjerë që kanë patur pretendime lidhje me këtë proces, se sa është numri atyre të cilët nuk e kanë marrë zarfin, nuk kanë votuar të tjerë, ka shumë spekulim në këtë, për të qenë të vërtetë dhe të sinqertë. Ne kemi patur një përgjegjësi si institucion. Përgjegjësia kryesore lidhe me përzgjedhjen e operatorit të shërbimit postar. Mendoj që kemi zgjedhur më të mirë ose një ndër një ose dy më të mirët në botë, më të besuarit në kuptimin e integritetit, të cilësisë, profesionalizmit. Kjo ka qenë përgjegjësia jonë. Të zgjidhim atë që duhet të zgjidhnim, duke e paguar këtë shërbim me sa më pak para që të ishte e mundur. Këtu ka përfunduar përgjegjësia jonë në një lloj mënyre. Pastaj
Edhe të ndërtuar një kontratë të mirë në këtë rast. Kemi ndërtuar një kontratë, kemi përgatitur dhe kemi dakordsuar, më mirë ta them kështu, një kontratë shumë të mirë me operatorin e shërbimit postar. Është një çështje që nuk ka përfunduar akoma, ne jemi në një proces të vlerësimit të përmbushjeve të detyrimeve kontraktore të këtij operatori dhe në përputhje me gjetjet përkatëse do të disponojmë edhe mbi pagesat e merituara për shërbimin e ofruar. Por, janë dëshmitar me qindra dhe me mira votues, të cilët konfirmojnë këtë çfarë thash në lidhje me mënyrën e organizimit të këtij procesi votimi. Dhe krahasuar me shumë vende të tjera, nuk po flas për rajonin, se kjo është e padiskutueshme që standardi i organizimit pranuar dhe nga kolegët tanë rreth e përqark nesh, që është më lartë, por është absolutisht i krahasueshëm dhe me standardin e një procesi të tillë të organizuar në vendet e demokracive perëndimore, pra në vendet me standard të lartë demokracie. Ka probleme, do duhet të ulemi, t'i adresojmë problemet, kuptojmë se çfarë mund të ishte bërë më mirë, por jashtë modestisë, çfarë ka qenë, të themi, brenda kompetencës Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, është zhvilluar në përputhje të plot me ligjin po se po, por në kushte dhe një transparencë maksimale. Përfaqësues të partive politike, përfshirë të opozitës kanë qenë prezent që nga sekundi 1 i fillimit të këtij procesi dhe deri në përfundim të tij. Tani problemet që lidhen me dërgesat postare, pra se ato mund qëndrojnë, ka nevojë që të adresohen nga institucionet e tjera, KAS, organet e ndjekjes penale, gjykata e të tjera si këto. Faleminderit.